bëjmë kështu gjithmonë tani, me një performance live. Po do të bukur në fakt që të çohesh në kërcënjë si çmend Po. tani. Bëjmë të twerk të dik kështu. Oh yeah, oh yeah, oh Po, yeah. duhet të bëjmë kështu rehearsals. Rehearsals, prova. Më anglisht. Oh, okay, mirë, unë Sara kemi pak dhimbje mesi. Duhet të jemi kështu të përgatitur për emisionin. Për emisionin, sepse Gossip TV sapo startoi dhe për sot, që përshëndetje juve që sapo hapët televizorin. Dhe po ndihni në In TV, unë dhe Sara jemi përgatitur sot për të ndarë me juve shumë informacione të lezetshme, por dhe shumë rubrika të lezetshme. Po. Bëjmë kështu gjëra nga më të ndryshme kështu. Bota evoluohet. Nga çdo aspekt. Evoluon në çdo aspekt, po edhe teknologjia po avanzon gjithë kohën. Po sigurisht. Po. Djenje. Po bë pak nami. Po pak nami zi në fakt, jo vetëm dje, po edhe pardje. Kur nisi kjo? Pardje ka nisur tamam. Dje nisi tamam. Që të vinë pardje, ka kohë në fakt që disa njerëz e kanë patur. Dje ne kishim të gjithë. Dhe kishin të gjithë dhe ajo quhet Insta Live. Insta Live është, domethënë si vje, aplikacion s'mund ta quaj, po është një formë e re për të bërë video, një opsion i ri për të bërë video në Instagram që njerëzit gjatë gjithë kohës, domethënë mund të kenë mundësinë për të ndarë me botën momente live nga jeta e tyre. Edhe është bërnami domethënë në Instagram, unë kam parë pafundësisht jo vetëm njerëz që ndjekun edhe më ndjekin në Instagram që nuk janë celebrities, por edhe njerëz të tjerë që janë njerëz të njohur, që dalin gjatë gjithë kohës. Kemi Alban Ramose për shkak që po e shohim tani. Albani ishte në makinë për çefet vet. Hapi një live dhe vin komente kështu pafund, dalin njerëz aty që shkruajnë sa ndërtej. Lori Hoxha kjo është e fortë në fakt. E kaloj pak fotoja me Lorin, është lezetshme. Është shumë e bukur. Që nxjerr Lori një foto të vetën, që kishte postuar në fakt kështu si Insta story të gjë. Po. Që thotë i ka shkruar Sara motra vet, po s'kam çfarë bëj, thotë, futu pak live. Tash nuk është mundësia që njerëzit realisht të flasin telefonin dhe të komunikojnë me njëri tjetrin. Më jafton futu pak live aty dhe shkruaj aty, kupton, flasim aty. E çfarë është e bukur është kur jeti live, çdo person që të ndjek duket aty kur futet me emër mbi emër, edhe mund të komentojë. Po mund të komentojë, kjo është e bukur. Kjo është e bukur, që çdo gjë që kemi tani e bëjmë live, kupton? Nuk më intereson më fare. Do mbyllet televizioni më duket. Do mbyllet televizioni, do mbyllen gjitha gjërat, çdo gjë do bëhet live tani në Instagram. Është dhe mirë, fakt, ta praktikojmë ndonjëherë. Nuk kushton. Nuk kushton, vetëm mund fitosh në gjë. Pse jo? Okej, kemi të personazhe të tjerë që kanë qenë pjesë e Insta Live. Nancy. Kjo është Nancy. Nancy është kolega jonë që ne kemi shumë xhan, ka bërë dhe Nancy një Insta Live për të treguar studiot e Init e kështu gjërash. Nga tjetër kemi dhe njerëz të tjerë që kanë patur, u bën pjesë pra e Insta Live. E përveç kësaj nuk është që vetëm tregon veten tënde, po çfarë je duke bërë aktualisht, ti veç e kthen se ngjen gjithë me front kamerë. Jo detyrimisht mund t'tregosh veten tënde, çfarë je duke bërë, çfarë je duke gatuar. Me ke je. Tani ka që çifte do ndajnë. Bukur shumë, mirë. Kanë qenë shumë pa personazhe VIP që kanë qenë pjesë e live-it, do shtohen në kalimin e kohës jam i sigurt. Kështu që ne do kalojmë tani tek një tjetër moment shumë interesant i Gossip TV, do të ndjekim një insert shumë interesant që Sara e ka përgatitur me doçkat e saj të njohura, që është shumë interesant në fakt. Po, më pëlqeu kështu si temë, sepse okay, ne nuk e dim sigurisht të vërtetën, po janë disa çifte në pjesën e showbiz që tani kanë përfituar nga njëri tjetër, kanë përfituar nga pjesa e famës. E ndjekim, si ditë asnjëherë përfituan as përfituan. Sigurisht? E ndjekim. Supozohet se një lidhje romantike midis dy njerëzve zhvillohet pasi ekzistojnë ndjenja për njëri tjetrin, apo jam unë shumë idealist. Me sa duket diçka e tillë është pak si e vështirë për personazhet e showbizit, sigurisht jo të gjithë, por një pjesë e madhe është gati të bëjë çdo gjë për të arritur qëllimit për të bërë i famshëm. Me sa duket për disa është çdo gjë dhe nuk e kanë fare problem të përdorin famën e personit të zemrës për të rritur pak numrin e llogarisë, apo e tepruan pak. Selena Gomez dhe Justin Bieber. Marrëdhënia midis Selena Gomez dhe Justin Bieber ka një histori shumë të gjatë dhe tmerrësisht të komplikuar. Selena ka qenë pjesë e industrisë së muzikës përpara se Justin të bëhej pjesë e saj. Ishin parë shpesh në shoqëri të përbashkët, por Selena ka qenë ajo e cila e kishte mohuar një lidhje midis tyre, pasi ajo e shikonte Justin si vëllain e saj të vogël. Por nuk kaloi shumë kohë dhe u pan bashkë në momente intime. Gjithë bota u shokua pasi asnjëri nuk e priste. Lidhja e tyre u përfol shumë. Justin në një kohë shumë të shkurtër u transformua në një popstar dhe bashkë me famën e tij u rritë fama e Selenës. Pasi ende sot, Selena mbahet mend si ishte dashura e Justin Bieber, Dana Sjeltas. Në fillim lidhja e tyre ishte e përfolur si një lidhje falso vetëm për të rritur famën e tyre. Selena shpesh është kritikuar sikur ishte ajo e cila e përdori Justin për të përfituar famën, por nga ana tjetër, Justin gjithashtu ka përfituar një pjesë të famës së vet nga lidhja bashkë me Selenën. Me sa duket, asnjë nuk doli i humbur nga kjo lidhje. Selena Gomez dhe The Weeknd. Tashmë Selena Gomez sërish përflitet për një lidhje të re. U publikuan fotot e saj së bashku me The Weeknd dhe lidhja midis këtyre ishte diçka e papritur për publikun.
Sigurisht është kritikuar jashtëmase shumë pasi Selena ka qenë shoqe shumë e mirë me Gigi Hadid, motrën e ish të dashurës së The Weeknd, Bella Hadid. Me sa duket Selena e shijon të bëhet pjesë e lidhjeve të komplikuara. Justin Bieber sigurisht është në dieni për këtë lidhje të saj të re dhe nuk është daq i lumtur pasi këtë e ka deklaruar edhe në Twitter. Me sa duket ti je pjesë e showbizit ka dhe anët e veta negative. A ekziston jeta private apo janë personazhet ata të cilët e përdorin jetën e tyre për të qenë në qendër të vëmendjes? Taylor Swift dhe Joe Jonas. Askush s'mund ta mohojë dot talentin që kjo vajzë ka për të krijuar këngë dhe melodi të bukura, gjithashtu askush nuk mund të mohojë se si kjo vajzë ka përdorur jetën e saj private për të përfituar famën e dëshirueshme për të arritur aty kudo. Taylor, si një adoleshente talentuar, ka qenë e ftuar për të performuar në evente nga më të ndryshmet dhe aty sigurisht ka dhe artistë të tjerë, por si gjithmonë, ajo rastistë lidhet me ata që janë më të përfolurit e momentit. Sigurisht jeta e saj personale dhe profesionale është diçka që nuk i lejon të rastisë, pasi ajo mbahet si detajiste. Kur Joe Jonas ka qenë në kulmin e karrierës së tij bashkë me grupin Jonas Brothers, u pa duke shoqëruar Taylor Swift dhe pas pak kohe performuan gjithashtu së bashku. Më pas çifti u nda dhe Taylor nuk rezistoi të shkruajë një këngë për ish të dashurin e saj, plus ka qenë e ftuar për të folur për muzikën e saj dhe nuk rezistoi të flasë për lidhjen e saj pikante me Joe Jonas dhe prezantoi atë si djali që e ndau me një telefonat. Sigurisht Taylor Swift është një nga femrat më inteligjente në industrinë e muzikës dhe me shumë mundësi me një grup marketingu super të përgatitur. Pasi nga përfundimi i lidhjes së saj me Joe Jonas, ajo përfitoi famë, një këngë hit dhe reputacionin e vajzës së mirë dhe të pambrojtur. Taylor Lautner. Me sa duket pasi taktika funksionoi me Joe Jonas, pse të mos funksiononte edhe me Taylor Lautner? Ai ka qenë një nga aktorët kryesorë të Twilight dhe shumë i përfolur në atë kohë, pasi dhe u shpall një nga meshkujt më seksi të vitit. Swift mori pjesë në një film ku aktoroi bashkë me Lautner dhe si mund të rezistonte një djalë kaq i bukur apo i famshëm. Çfarë ka kjo? Pasi u përfol shumë gjatë në atë kohë, pasi u pan shpesh së bashku, historia vazhdoi me John Mayer, një artist shumë të talentuar, por edhe shumë të paraqitshëm. Taylor nuk e pati mundësinë të rezistonte tek talenti i John. U përfol shumë pasi John ka patur një reputacion si një mashkull shumë i dhënë pas femrave dhe gjithmonë ka patur mundësinë të ketë çfarë dëshironte. Diçka që me sa duket e intrigoi Taylor të lidhet me të dhe pas pak kohe të ndahet dhe të tallet me të, me një nga këngët e saj. Harry Styles. Dhe lista vazhdon bashkë me Harry Styles, One Direction u shpallën si një nga grupet më të suksesshme dhe pjesëmarrjet e grupit përfituan një famë botërore, diçka që Taylor nuk mund ta neglizhonte. Ajo u pa bashkë me Harry dhe me sa duket nuk e ka problem të lidhet me meshkuj më të vegjël se vetja. Në fakt, mirë e bën. Gjithsesi, çifti ka përjetuar një lidhje drama pasi nuk kanë qenë shumë kohë bashkë, sigurisht vetëm për sa kohë që Taylor të përfitonte inspirimin, thonjza, për albumin e saj të ri. Çifti u nda gjatë pushimeve të tyre dhe që atëherë nuk janë parë më bashkë. Calvin Harris dhe Tom Hiddleston. Taylor është parë me meshkujt më seksi të industrisë së muzikës dhe sigurisht nga lista e saj nuk mund të mungonte Calvin Harris, një nga DJ-t më të mirë në botë, por përveç kësaj, Calvin nuk është një DJ tipik, pasi ka dalë edhe si një nga meshkujt më seksi në botë. Çfarë është interesante është se Taylor Swift dhe Calvin kanë qenë së bashku për një vit. Dhe sigurisht lidhja e tyre është përfolur shumë gjatë në atë kohë, diçka që Taylor e kontrolluar në çdo detaj pasi e ka promovuar si një album, u ndjej shumë mirë. Pasi çifti u nda, ajo direkt u pa duke u puthur me Tom Hiddleston, diçka që bëri gjithë botën të flas, por nuk u surprizua njëri, pasi tashmë njerëzit janë mësuar nga Taylor dhe presin çdo gjë nga ajo. Calvin sigurisht nuk e mbylli gojën kur i erdhi momenti për të folur, pasi në Twitter deklaroi shumë gjëra që publiku nuk i dinte, duke nisur nga marrëdhënia që kanë patur dhe Taylor kontrollonte çdo gjë për sa i përket mediave, diçka që nuk kanë surprizon, dhe që ajo ka gjithmonë dëshirën për të marrë me njerëz të tjerë për të kaluar kohën. Sërish nuk surprizohemi. Çfarë ti bësh? I mori një vit për ta kuptuar. Calvin, qetësohu, ka dhe më keq. Tyga dhe Kylie Jenner. Dashuria nuk shikon mosh apo jo? As interes apo jo? As lek, as makina, sigurisht jo. Kjo do të ishte edhe përgjigjja e Tyga, pasi ajo është shumë i dashuruar me Kylie Jenner, pasi ajo ka një shpirt shumë të mirë. Lidhja midis Tyga dhe Kylie Jenner ka qenë një nga lidhjet që është përfolur më shumë nga të gjitha, dhe tashmë besojmë se kemi parë gjithçka. Kanë bërë së bashku klipe, foto provokuese, makina luksoze, të cilën e bleu për ditëlindjen e saj, domethënë çfarë tjetër mund të kërkosh? Tyga dhe Kylie kanë vite bashkë, por janë përfolur shumë negativisht, pasi Tyga shpesh është konceptuar si ai që e përdor lidhjen e tyre për benefitet e tij. Tyga për një kohë shumë të gjatë ka patur probleme ekonomike dhe Kylie ka qenë gjithmonë aty për ta suportuar, dhe tashmë Tyga është transformuar si marioneta e Kylie, pasi ai bën çfarë i thot ajo. E kush është burri i lidhjes? Kylie është një nga adoleshentet më të famshme tani për tani dhe nëse Tyga nuk është i lidhur me të, nuk do ja dini mas emrin me shumë mundësi, pavarësisht se ai ka më shumë vite që është pjesë e showbizit. Ariana Grande dhe Big Sean. Ariana, e vogël në trup, por e madhe në talent dhe në tru. Ariana është stabilizuar si një nga artistet më suksesshme, por mos harroni se lidhja e saj me Big Sean ishte lidhja që e shtyu dhe bëri të përfolur. Pasi realizuan së bashku një këngë 99 Problems, e cila erdhi si një nga sukseset e saj më të mëdha, ajo u pa bashkë me Sean në momente intime.
Tani do pyesni ku qëndron problemi këtu. Big Sean atë kohë ka qenë i lidhur me një supermodele. Ups, me sa duket Ariana Grande kur bën planet e saj nuk llogarit nëse personi tjetër është i rezervuar apo jo. Ariana Grande dhe Mac Miller. Tash Mariana është shumë e lumtur me jetën e saj private pasi ka gjetur shpirtin e saj binjak. Mac Miller është një artist shumë i mirë, por thjesht jo aq i famshëm sa ajo. Gojët e liga thonë se karma funksionon, çfarë i bëri atij po i kthehet pas. Ose ndoshta thjesht janë të dashuruar dhe shumë mirë me njëri tjetrin, pa konsideruar interesin dhe përfitimet. Okej, të kenë shëndetin, se lekët shkojnë e vinë. Mirë, i themi në Gossip TV, jemi tani tek një moment tjetër shumë i këndshëm i Gossip TV-së së Ejntes, që do ndjekin një rubrik shumë të bukur, që kanë shumë qejf, jo vetëm unë, por gjithë njerëzit kanë shumë qejf, quhet InStyle. Dhe është Sara këtë herë që më tregon se kë kishe këtë. Këtë herë kam pasur gjithashtu dy persona, kam pasur Kristina Bakiu dhe Piero Beati. Unë me Pieron kam punuar, kemi realizuar bashkë foto dhe kam shok. Ke marrë mua për dorët e Pieron. Po, të kam marrë ty për dorë, hajta njohësh Pieron. Dhe Kristinën e kisha dëgjuar sigurisht se personazhi është një femër shumë e bukur dhe me sa kuptova shumë e zgjuar. Është e këndshme shumë Kristina në fakt. Unë se kam takuar ndonjëherë tamam, kam takuar një dy herë live për shumë pak, domethënë flesh, po ajo është kanë thotë që është më e bukur live se sa kur e shef. Shumë e bukur. Shumë e mirë, fantastike, po edhe Piro është fotografi i papan. Është shumë i mirë dhe është artiste, ka stilin e vet. Edhe unë e pyeta do ta ndryshosh stilin? Nuk e ndryshoj stilin. Nuk e ndron dot. Edhe artist duket që nga flow, nga veshja, shumë agresiv, është i lezetshëm shumë. Kështu që unë them të ndjekim në pjesën e parë të InStyle, do ndjekim Piron këtë herë, që Sara ka bërë një bisedë shumë të këndshme me Piron. Edhe po jemi sërish pas pak me të tjera gjëra interesante në Gossip TV. Përshëndetje dhe mirë se erdhni në InStyle. Sot jemi në një set fotografik dhe do shikojmë si realizohet një set profesional. Po, përveç kësaj, të ftuarit janë një model dhe një fotograf, Kristina Bakiu dhe Piero Beati. Do shohim çfarë pretendime ka një model nga një fotograf dhe anasjellës. Dhe ja ku jemi bashkë me Piron. Çfarë bën si? Si kalove? Mirë. Si ke qenë mirë? Çfarë bëhet? Nuk mund të bëj sikur nuk të njoh se Një femi. Po. Një po. Kemi bërë ca foto her pas here dhe po, kanë dashur të bukur. Duhet ta lëm publiku ta vendosi se për ne e bukur duken, kështu që. Si shkon puna? Je i angazhuar goxha? Jam tërkohës në punë. Dal mëngjes vin dark, edhe nuk kam dal. Nuk jam bërë mbar fare për asgjë. Edhe jam bërë si budalla këtu brenda zyrë në studio tërkohës. Po je duke marrë me diçka që të pëlqen shumë, që të paktën balancohet. Po, normalisht. Domethënë nuk është se është problem për mua që mos të dalë, mos ashtu, jam këtu brenda, edhe bëj ato që kam qejf edhe kam satisfaksione të tilla, domethënë të punës time. Po, sa vite të bën me fotografinë? Unë bëra 5 vjet. 5 vjet që punoj që si thua, kam filluar të merrem me fotografi, po kam 2 vjet që kam filluar të bëj reklam ose të hap një faqe Instagrami ose një faqe Facebooku, se më përpara nuk kam pas dashur ta bëja. Domethënë 3 vjet e para mësova. Edhe që kur ta hapja, të isha tamam në profesion. Isha tamam profesion, nuk mos futesha si beginner ose si domethënë të hapja një faqe fotografi, emrin tim dhe fotografi nga mrapa. Edhe kështu, domethënë vendosa të isha të dilje tamam. E kuptova. Me fotografë të tjerë si shkon? Si është konkurenca? Shiko. Punë ka për gjithë. Konkurencë ka normalisht, por që unë nuk kam problem, nuk është ndjej, jo se ndjej konkurrencë, por nuk është se i ndjej si konkurrent, domethënë janë gjithë kolegë, i ndjej gjithë si kolegë. Po, jo, e kam lafin, domethënë janë të gjithë si kolegë, nuk i quaj si konkurrent. Domethënë shkoj mirë me gjithë, nuk kam probleme me asnjë lloj fotografi ose tjetër. Edhe, stilet na ndajnë, na ndryshojnë secili nga, por kjo gjë e mirë, domethënë secili ka stilin e vet, kjo e bën fotografin tjetër, fotograf i suksesshëm ose jo. Por nuk duhet të ketë pastaj këto ka probleme, domethënë konkurrence që janë të fshehura ata. Domethënë nëse unë mund të kem dikë që ka qef punën time, po nuk e tregon, ato janë probleme të tjera që kanë të bëjnë me personat, jo me punë me fotografin në përgjithësi. Fotografi duhet të respektojë fotografët e tjerë, bëjmë njëjtën punë. Edhe kaq. Duhet të pëlqejmë punën e njëri tjetrit e të admirojmë punën e tjetrit normalisht, sikur është mirë, sikur është keq, se ne nuk e dimë se si është situata e fotografit. Nëse një foto nuk është mirë, unë nuk e di se në çfarë situate ka qenë ai edhe çfarë problemesh ka hasur gjatë situatës, nuk mund ta shaj për këtë gjë. Por që jemi në Shqipëri dhe këto gjërat ekzistojnë edhe nuk kemi çfarë i bëjmë.
ti ke një stil mjaft personalizuar dhe ngjyrat që përdor shpesh ti janë pothuajse në të njëjtën linjë. Është diçka që si përfundove te ky stil? Unë kam qef kafen përgjithësi, ngjyrën kafe dhe atë ngjyrën e kaltër, që është ose boqell, që duket në fotot e mia shumë në gjithë kohës. Jo, ajo është çështje personale, kam qef unë vetë edhe pastaj edhe përshtatem me ngjyrat në varësi të fotove. Unë kam bërë shumë foto brenda në studio, sidomos të kohët e fundit, nuk kam dalë jashtë. Edhe po të dalë jashtë, domethënë po prap një të gjë. Do mundohem ta përshtat. Pse ndodh kjo? Po, është çështje personale, është stili, secili ka stilin e vet. Unë nuk mund të bëj dot një foto për shembull, nëse unë do kopjoja një foto që është në internet, unë sa do ta kopjoj, unë prap do e bëj ashtu siç e mendoj unë. Nuk mund të kopjoj gjëra të tjera ose nuk mund të do përshtatem si shkon më mirë drita ngjyrat, por që prap do ngelte ajo imja, domethënë kjo është gjithmonë çështje personale. Ke provuar ndonjëherë ndonjë gjë tjetër, ndonjë gjë ndryshe të shtosh ngjyra të reja? Për shembull, unë mbaj mend që u lodha shumë deri te ta mbush mendje të fusës Leylan. Po, ja kam provuar të ndryshoj, po edhe kur e kam ndryshuar ngjyrën, ajo ka qenë ndryshim ekstrem. Domethënë nuk është se kam mbajtur një Leyla, okay, një Leyla të qetë. E bëri gjithë. Të bukur, kështu ajo bëhet gjitha Leyla edhe ndryshoj kështu ekstremisht. Ishte bukur, mirë të ishte të po, ajo doli mirë. Ndryshe. Ajo doli mirë si foto, po të thash, siç kam qenë para 2 vjetësh në fotografi, nuk jam më siç jam sot. Domethënë, ndoshta pas 2 vjetësh do ndryshoja, do përdor vetëm Leylan ose do përdor vetëm jeshile, nuk ka është me eksperiencë. Ndryshon gjatë gjithë kohës, nuk është. Momentalisht jam te kafja dhe te kaltra. Pastaj të shohim. Po, e kuptoj. Marrëdhënia jote për shembull me modelet që kem, si është, si shkon? Ja, mirë. Nuk kemi probleme kështu, vetëm këtë që nuk bëj shumë komplimente. Domethënë, ose kur del foto mirë. Po, jo, nuk bën shumë komplimente, mbaj mend ishte një fazë që ishe shëndoshur edhe ishe nga njerëzit që mblidhi këmbët sepse ishe shëndoshur. Ja? Ajo ka qenë po, nuk. Do shkoj. Ti jemi realist, duhet me qenë realist. Nëse ka ndonjë problem te modela. Gotë si reagojnë? Po varet sa ti je nga ata që do thosh mblidhe barkun sepse duket. Po, ato mund mërziten, po nuk më shpreh. Nëse e kuptojnë që okay, është një problem që duket. Dhe unë nuk e them nëse nuk do duket si problem, nuk e thosha, nuk e kam. Por që për qenë realist jam, nuk bëj komplimente sepse nuk më pëlqen të them bravo, jo se je shumë bukur, je shumë mirë, kështu se gjithmonë duhet të arrim gjithmonë më mirë se sa të ndalojmë aty, se mund të them jo shumë bukur, okay, edhe mbyllim setin. Po jo, duhet të vazhdojmë gjithmonë që të arrit më e mira. Po pastaj në fund dallohet foto, del. Ka rastisur të bësh fjalë me një, sepse jo detyrimisht ti bashkëpunon me modele, bashkëpunon edhe me personazhe. Ka rastisur të bësh fjalë dhe ta lësh setin në mes? Jo, nuk ka ashtu. Mund të jem mërzitur, por nuk e kam lënë. E kam vazhduar ashtu i mërzitur. Edhe nuk e kam lënë. Domethënë kam pasur pastaj probleme kur e kam rregulluar që si shan Terezin nuk më bëj ta rregulloja fotot edhe ashtu. Po që e kam mbyllur edhe s'kisha ç'a bëjem. Të lëviz modelje për shembull të lej në mes setit? S'm ka rastis ndonjëherë. Akoma. Ta shohim po të rastisi, ta shohim se disi si do ndihem. Ti shpesh e bën fotot këtu në studio. Shumë shpesh. Po. Por ke bërë gjithashtu edhe foto jashtë. Pse ndodh që ti bën kaq shpesh foto në studio? Po, se këto kohë të fundit jam marrë vetëm studio sepse më ka interesuar më shumë të nxjerrem pa modelen. Se nëse do dal për jashta, foto do dalë bukur se ka një background me ngjyrë të lezetshme, ka një, domethënë vëmendja nuk ngel vetëm tek modele, por ngel edhe te backgroundi. Kurse në studio je detyruar të nxjerrësh diçka shumë mirë, me shumë lëvizje, me shumë emocion në foto, vetëm te modelja. Domethënë nuk ka asnjë lloj gjëje që mund të bjerë një sy tjetër përveç modeles. Dhe kjo është pak më vështirë, se ti je për jashta, mund ta bësh, domethënë ka një background bukur, një veshje të bukur, modeli e bukur, okay, del foto e bukur. Po kur është në studio pastaj që është vetëm modeli e bukur, e nuk ka asgjë tjetër. Bukur është një golf, një ashtu, aty është çik më problematike. Domethënë duhet të jetë modeli e mirë në lëvizje, në poza dhe në emocion, se po edhe ti gjithmonë e ndihmon. Ti je gjithmonë aty. Po mundohemi tashu. Po mundohem tashu. Pastaj kur sjep varet nga modelet. Nuk janë gjitha ashtu, se këtu kemi në Shqipëri këtë gjën që po ti je e bukur që është modele, po nuk është me çfarë lloj modele ndjen më komod? Okej, për shembull bukuria është e rëndësishme sigurisht. Po mua nuk më shumë, se mund të jetë edhe në modele që s'është e bukur, po të jetë shumë e mirë në lëvizje, në emocion,
Edhe dalin foto shumë më bukur me atë, sesa me një gotë që shumë e bukur, po s'din të bëj asgjë. Thash, kjo është problem që kemi këtu në Shqipëri, që po t'jetë e bukur gota quhet modele, po nuk është. Bukur e gjatë, është. E bukur e gjatë. Nuk ka të bëj fare. Modeli duhet të jetë nuk është fare me bukur. Okej, ka të bëj bukuria normalisht se është pjesë e rëndësishme, por që sidomos në foto ka të shumë të bëj se si është gjendja shpirtërore, lëvizjet edhe gjitha këto. Frymëzohesh apo kopjon? Se ka shumë njerëz që shikojnë për shembull një foto dhe bëjnë njësoj, edhe është një diferencë shumë e madhe. Është frymëzim sepse kur e shoh foton, them pse se bëj unë dot ashtu. Domethënë pse nuk më shkon mendja mua ta bëj këtë kështu. Edhe pastaj fillon të mendon kështu. Se po e kopjove, okay, mund të bësh kopje shumë e mirë. Pastaj unë s'kam për ta bërë dot asnjëherë çka ka bërë ai, sepse unë mund ta bëj, mund ta realizoj fiks, po s'ka kuptim. Domethënë çfarë do bëj publikut shqiptar shiko se unë e bëj këtë foto kështu, nuk është se është një burrje e madhe. Burrje e madhe është kur ti arrin të bësh një gjë vet. Okej, do thua çfarë lloj gjë është bërë që po bën, është e bërë nëpër botë dhe secili kopjon njëri tjetrin, por shton diçka. S'ke çaj bën, do shtosh, do shtosh o do vësh diçka më pak, nuk është me vërtet çdo gjë është bërë, çfarë lloj ideje që kemi është bërë. Ka gjëra që s'janë bërë, po ato janë shumë pak. Por kështu po shkon bota sot, jo vetëm me fotografinë, por me çfarë lloj gjëje. Me çfarë lloj gjëje. Ti si e shikon veten tënde? Po thuaj se ka lënë 5 vite. Ti synon të rish këtu në Shqipëri apo ke në mendje të lëviz jashtë? Po të shkosh jashtë shtetit, janë bërë të gjitha. Nuk ke mundësi zhvillimi ti profesionalisht, sa që ke këtu, se këtu nuk janë akoma gjitha gjërat bëra. Mund të hapësh çfarë lloj gjëje. Edhe kjo është gjë e mirë për Shqipërinë. Edhe fotografia, domethënë po ecën, njerëzit kanë filluar të shohin shumë Instagram, shumë Facebook, edhe po fillojnë të kuptojnë se ç'a po bëhet jashtë. Edhe fillojnë të kuptojnë dhe fotografi që mund të bëjnë të çuditshme ose foto që s'janë parë ndonjëherë. Fillojnë të kuptojnë se më përpara nuk e kuptonin. Edhe kanë bërë dhe foto që janë kështu të çuditshme, edhe kanë filluar të më pëlqejnë. Jo, seriozisht, sepse ti në fillim e ke pasur shumë këtë problem me pjesën e fotove të çuditshme, që unë gjithmonë të thoja që bëj çdo gjë që të pëlqen ty dhe reagimi jot ka qenë kjo që njerëzit nuk do kuptojnë. Që nuk ka pse njerëzit kuptojnë, ti thjesht nxirr jashtë atë që do ti, edhe njerëzit thjesht e adoptojnë atë. Po. E tani fillon edhe bën më shpesh. Po, është problem, është shumë ashtu. Domethënë bësh një foto e ta presësh foton këtu. Mos ta bësh portretin normal, e ta presësh këtu, mund mes. Po. E të lësh vetëm qafën dhe mjekun. E ta hedh në Instagram atë si foto, që ajo mund të jetë artistikisht shumë e bukur. Nuk do të pëlqejnë sa një foto që del ajo kështu drejt, edhe pastër, e bardhë, edhe është po kanë filluar të kuptojnë, domethënë nuk ka qenë si në fillim ka qenë ky problem, pastaj me kalimin e kohës, u bën 5 vjet, edhe kanë ndryshuar shqiptarët. Domethënë ideologjinë për fotografinë ose për çfarë lloj gjë që ka të bëjë me artin në botë. Tash ka të bëjë Facebook, Instagram, edhe këto. Okej, në lashtë shumë të mirë në fakt Piro, shumë i këndshëm Piro, ka energji pozitive shumë. Po, është shumë pozitiv. Edhe ndonjëherë ke parasysh, sepse nuk jesh mësuar kështu me intervista dhe ngjet pak, edhe gjithmonë mekem kur ngjet, sepse është njëri shumë aktiv, edhe flet edhe kështu, po te intervistat është pak ndryshe. Është pak ndryshe në fakt, po gjithsesi ka momente për shkakun që u vura re që Piro, si ishte mohabeti që fotografët e pastaj nuk para komplimentojnë njëri tjetrin. Nuk para komplimentojnë. Ne kemi goxha fotografë këtu brenda, çdo person ka stilin e vet. Dhe këta njihen me njëri tjetrin sepse kaq jemi. Kaq. Jemi shumë të vogël. Shumë të vogël. Jemi të gjë. Kaq, po. Edhe kështu lere. Edhe nuk komplimentojnë ata, sepse edhe mua më ka rastisur shoqëri që flasin njerëzit për Piron, fotografë të tjerë flasin këtë. Por nuk komplimentojnë njëri tjetrin, që është diçka shumë e bukur. I lekët po të komplimentojnë njëri tjetrin, ëh? Po për shembull Filani, sa i mirë është ai fotografi tjetër, njerëzit shkojnë te ai tjetri dhe këtë. Jo, sepse aty tregon që ti je mirë me veten tënde, di stilin tënd, sepse çdo artist është ndryshe, nga momenti që unë bëj super fashion, ai tjetri bën një gjë super artistik weird, edhe janë pak më ndryshe, ke parasysh. Interesante shumë vërtet. Okej, mirë, Piro na ka shihet mirë, po pas pak s'kam para akoma asgjë ndonjëherë, kështu që pas pak kemi pjesën tjetër, do të lançojmë disa minuta më vonë. Si do ndalemi pak te Dorina Mema tani. Po. Kjo tipja rri, bën një gjë të zezshme kështu, ose bën një pomp kështu, ose del bën një foto seksi me byt jashtë. Jo, ja. Është mama? E bën. Pa është bukur se ka influencën nxjerrë. Vallai. E pra? Po. Po këtë ka qenë në Maldive, Dorina. Sa foto bukur që ka postuar. Po ja pa shesa, ja, urdhëroj, ja byt aty.
Aty mendje aty. Një kështu mama zes. Bukur shumë Dorina Mema në fakt na impresionoi. Po, sigurisht, edhe me foto artistike, edhe me trupin e saj, me ngjyrat, me atmosferën, njëri në pushim me kjo gotë. Po jam përgjithësisht bëjmë pushime lart e poshtë, nuk është normale. Tash un kam një pyetje për ty. Si mendon ti, për shembull Dorina Mema, Ledri Vula, do të flasim pas pak për Ledrin. Ta bëjmë pushime gjatë kohës në dimër, e ke vënë? Në ver nuk para udhtojnë shumë shpesh që shkojnë nëpër plazhe nëpër gjëra. Tash i dy janë opsionet e mia që po pyes. E bëjnë në dimër pushimet se s'kan lekë që të paguajnë në verë, që është më shtrenjtë, apo punojnë në verë dhe gjatë dimrit pushojnë? Apo, nëse bën pushimin në dimër, bjen më shumë në sy. Kur i bën në verë, bëjnë të gjithë dhe nuk... Edhe ja pra. Ndoshta, vedi. Gjithsesi Dorina Mema është e këndshme shumë, ka nxjerr foto duke ngrënë, duke pirë, duke tjetër. Ndjeva se kur kam qenë aty një. Edhe ti mërtë? Edhe ma shumë ndjeva, fiks kur isha aty. Sigur kam ngretur kështu hoppa naer. Opa, të gjithë bashkë. Opa! Yay! Okej, mirë, e lëm pas Dorina Memën edhe ju urojmë që të bëj akoma më shumë pushime si puna këtyre, që edhe neve të shohim foto të bukura, pse jo? Jemi tek Ledri Vula tani, Ledri ka shkuar pak fare në Meksiko. Këtu afër. Ishte Armina në Meksiko? Këtu afër. Opa, vajte te Ledri në Meksiko. Ashtu. Po sepse morë telefon Armina, tha, bëhet bukur këtu, hajde. Bëhet bukur. Armina u kthye në fakt. S'është matja. Gjithsesi që ka nxjerr foto edhe shumë të bukura, Ledri Vula në fakt Ledri mbahet edhe për fotot shumë të bukura. Më pëlqen kur i bën bardhëzi dhe me ngjyra që theksohen. Ka kreativitet shumë. E di këto këndet. Ose një person që punon për këtë, po ndoshta. Besoj. Se kanë shifë kështu njerëz që punojnë për vi pasi nxjerrin foto të bukura? Sa merr mendje? Po pse jo, kush ja bën apo i mungojnë lekët? Tash edhe se dinë edhe po. Çështja është kush ja bën fotot? Kush ja bën? Do një vajzë. Do një vajzë. Thjesht ndoshta ajo shkoi me shoqërinë e vet. Nuk e di me kë, kjo nuk është me mamin e vet, atje me familjen. Me mamin, akoma më mirë. Edhe me kështu me shoqënim duket. Me Nacho. Nacho. Kur jam me koto dhe kur jam me Nacho. Nuk e di tamam me kush Ledri atje, por çon si kanë punë, edhe si ka që po kënaqet, edhe ne na bëhet shumë qefi se paktën me këtë rast zbulojmë dhe neve vende të bukura që shkojnë këtu që shkojnë vetë pastaj. Se do na shifni mua dhe Sara. Unë do në fakt të shkoj në Afrikë. Jam Afrikën e Jugut shumë xheloze me Tasmaninë. Tasmania? Po. Po Afrika e Jugut është më e bukur. Po. Është filluar. Duhet dy të ftoni njerëz. Uftoni, hapni trurin, mblini informacione dhe gjëra. Jo, kam përshtypjen që do të digjesh shumë në Afrikë, se është shumë e bardhë. Jam e bimë, këtu digjem në Shqipëri, me që në Afrikë. Këta shumë, jam i bardhë për vete. Si pa pigment. Ç'u ma vetë ai dikim, ja dhe në fillim emisionin nuk është normale. E mbyllim emisionin ikim. Ama, që jemi çik simpatik nga fytyra. Ore. Okej, mirë. Komplimente. Jemi tek Ledri akoma, kështu që sjellam për Ledrin. Hajde, ketë shëndetin dhe ky, të tjerë shkojnë vinë. Bravo, të na sjell dhe një kështu, dhe një këngë të re, sepse sa kohë ka kaluar. Po bën muzikë. Bëre një këngë që a jena mirë. Ama se janë. A jena mirë. Nuk ishte gjë, po mundojmë ta a jena mirë. Mirë duket fakt, po. Mirë jemi. Përshëndet, si është familja, ata të gjithë shumë. Edhe duket qartë që Ledri ka një marrëdhënie shumë mirë me familjen e tij, sepse të bësh pushime me familjen në moshën e Ledrit është diçka që nuk ndodh shpesh tek rinjtë. Sa vjeç është Ledri? Po shumë i madh. Ta aplikoj pak psikologjisht. 30 si ka bërë ti duket, më pak. Po, zakonisht kur je në adoleshent është periudha që nuk do të bësh pushime me familjen. Kur rritesh, kalon mosha 23 dhe më lart, të vlerëson më shumë pjesë me familjen. Po. Okej. Dhe kështu. Do të thënë neve një ditë ta vlerësojmë familjen thua. Unë vlerësoj, kam gjanë edhe më larguan tani akoma më shumë. Mungojnë. Mirë, dakor, i lëm pak këto melankolizma se fundit kemi dalë për qef sot. Çfarë bën po? Jemi tek një lajm tjetër në fakt shumë interesant, që bëhet fjalë për një film që është bërë, më saktë. Sapo ka mbaruar dhe do jepet në shkurt dhe quhet Britney Ever After. Është gjithë jeta e Britney Spears. Ti e mirë, më mirë se Britney ata. Spears, sepse jam kështu die hard fan i Britney, jam rritur me Britney Spears dhe kur pash atë trailer me thënë drejtën nuk më pëlqeu. Zgjedhja e aktorit si të duk? Po, kjo është cute kjo goca, po para gjë që më shpiv domethënë është fati kjo s'di të kërcej. Si mund të marrësh një aktor që nuk di të kërcej për të luajtur rolin e Britney Spears? Se Britney Spears nuk ka në zemra mendës. Jo, Britney ashtu nisi me prezencën. Po pra, domethënë prezenca skenike e Britney Spears është diçka që duhet. Okej, dhe zëri. Oh baby. Nëse gjithsesi kjo goca është e lezetshme, është australiane. Nuk e di se si do eci ky filmi, po një gjë që di me siguri është fakti që Britney Spears nuk e ka provuar. Domethënë kur i kërkuan leje që ata bëjnë këtë filmin, ai ka thënë që absolutisht s'keni pse e bën. Nuk supozoj që duhet ta provoj. Edhe mund të përfitoj shumë lekë kjo. Pra, ajo nuk ja provoi dhe nuk donte fare domethënë, sepse ky film përmban edhe skena shumë të forta të rënda psikologjike, domethënë për gjithë ato momentin ku Britney Spears pati 2007, që kjo ruajti kokën, ishte shumë keq psikologjikisht, ai plera që kishte për burri, mori fëmijët, sa ne këtë. Po ka fëmijët, ka burrin, ka Aty është bazuar shumica.
Aty është bazuar domethënë pjesa më e madhe e filmit, ka martesa me Kevin Federline. Aktorët janë nice, si pamje, po nuk e di se si kanë luajtur. Ja, është diçka shumë e shëmtuar. Tani si u ka vdekur ajo? Jo, është shumë, po përveç kësaj, po është diçka shumë e shëmtuar sepse nga momenti që ti nuk e jep lejen për diçka ka shumë të rëndësishme që tjetri prek, gjëra shumë delikate jetës tënde, si mund ta bësh? Shumë rëndësish, po kam përshtypjen që Britney Spears e vërteta, jo kjo e filmit, nuk konsideroj vrasë shumë turin të drejtën, e di pse? Sepse ja tani po shohim këtu, është kjo skena e Slumber Party, që është nga më e fundit me Tinashe. Edhe ky çuni që quhet Sam Asghari. E ke pak të tipin ti? Po, e pash. E ka dashur kjo. Shumë e bukur. E kapi direkt. Më duket që ai e tradhtoi. Kështu thon, me një pornostare, ishte Drake-u ai. Ai është Drake. Me një, nuk e di, harrova tash, varet, po kështu thon. Nuk e di. Të çka më tradhthoni këtë varet? Po, nuk e kuptoj, nuk arrit ta konceptoj gjithë këtë. Të gjitha ajo themë shumë e mirë. Shumë ëmbël. Shpjegoj unë. Britney Spears ka qenë lidhur me Justin Timberlake në 2001. Ai tradhtoi. Kjo e tradhtoi me koreografin. Gjithë karma ju kthye tani për gjithë jetën. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Okej, mirë. Vare, lem Britney pas, unë më përsa shoh filmin, do jem shumë kritik për të film, po që shohim në shkurt vjen. Hajde shohim. Jemi tani tek një moment tjetër interesant i Gossip TV, do ndjekim një backstage shumë interesant i një filmi, që është The Nice Guy. Shohim. Jack Ely, I'm not here to hurt you, so I'm gonna ask you a question. No. How stupid do you think I am? I got a license to carry, dumbass. And ever since your little visit, this little baby's gonna stay right here. Don't move. After I met Shane, I just instantly... Pasi takova Shane, unë me njëherë u tërhoqa pas ti. Pasi folëm një të tjelë pas dite për rolin rreth 2 orë, thjesht rashtën dashuri me ta. Sigurisht e dija që Russell do të ishte pjesë e filmit. Nuk e kisha takuar më parë Ryan Reynolds dhe thash me vete, një cast i shkëlqyer. Great cast. She's tough. She's tenacious. I think she's quite... Ajo është e fortë, nxare dhe bindjet e saj janë mjaft të rëndësishme për të. Është një personazh i çuditshëm dhe i komplikuar. I mean, she's a tough lady and very complicated. I think Russell is great. Unë mendoj se Russell është i mrekullueshëm në çdo rol që ka luajtur dhe nuk mund të kujtoj një rol në të cilin ai nuk ka qenë i tillë. Mendoj se ai ka luajtur çdo rol të mundshëm. Ai dhe Ryan ishin arsyeja sepse unë pranova të jem pjesë e këtij filmi. Ishte kaq argëtuese të luaje me të dy ata. Janë që të dy fenomenal në këtë film. Janë argëtues në maksimum. They are funny beyond. You see, you've got, one character that's got everything going for him, who's just on a moral... Personazhi im ka gjithçka në rregull, gjithçka po shkon mirë për të. Por kemi një personazh tjetër i cili do vetëm të jetë i dobishëm, por për momentin hyn në punë vetëm për të kthyer krahat dhe këmbët e njerëzve që janë në borxhe. Collecting debts. So, in a way, it's that classic thing where these two guys... Pra, në një mënyrë është ajo klasikja ku dy djem mund të plotësojnë njëri tjetrin dhe bashkë të jenë një ekip, një njeri i vetëm. Të dy karakteret kanë një mungesë sinqeriteti. Ai është i pamoralshëm dhe unë përpiqem të jemi dobishëm. Në momentet me skenave ku gjithçka ndodh, mund të kuptosh që të dy kanë zemër të madhe. Është totalisht vitet e 70, por gjithashtu ka një trajtim bashkëkohor. Ka të gjitha vlerat e moralit që njohim sot, por të kthyera në vitet 70. Kjo në një farë mënyrë për të qartësuar se çfarë bëm gabim atëherë dhe se çfarë mund të kishim bërë ndryshe. His reputation. Joel, he's been in business for a long time. He's had some great successes. Joe ka fituar reputacionin e tij, ka qenë në industri për një kohë shumë të gjatë dhe ka korrur suksese të mëdha. Mund ta shohësh se sa i apasionuar është ndaj asaj që bën. Për çdo ditë të xhirimit në set dhe ndryshe nga shumë producent, ai e kupton dhe anën krijuese. Joe ka shumë njohuri për filmin, shumë histori për të treguar dhe kjo është një shenjë e mirë. So it's been a nice ride. Shane has a very specific take. Shane ka një përzjedhje mjaft specifike dhe mund ta dallosh influencën e tij në xhirim që e bën kaq unik. Mendoj se njëjta gjë vlen edhe për Joel. Ai ka një vizion të qartë dhe e bën punën më të lehtë. Nata ime e parë në set ishte kur duhet të hidhesha sipër një makine, të zbrisja poshtë dhe të qelloja Russell dhe Ryan Reynolds.
ishte kaq ftohtë dhe po pinte dubor. Unë kisha veshur këtë fustanin që dukshëm nuk është dhe aq i ngrohtë, por nuk e di, ndoshta ai i ftohtë më bëri që të mos kisha frikë. Ishte kaq ftohtë sa që nuk kisha frikë të hidhesha mbi një makinë, të vrapoja, të rrëzohesha, apo të qelloja në ato rrugica. This little mat in an alleyway. Pakën përpara për pjesën e dytë install, jetë Kristina Bakiu, që është modele shumë e këndshme. Po. Edhe fole për shumë tema. Universitetin, modelingun, agjensitë, a ekzistojnë në vërtet agjensi këtu në Shqipëri? Thua ekzistojnë vërtet? Ja bëjnë qefin vetës, më duket. Okej, mirë ndjekin Kristina dhe çka ka për të thënë ajo lidhje me gjithë gjërat që Sara sapo përmendi. Mirë ndjekin. Okej, ne tani jem duke pritur Kristinën të vi. Po. Jem duke pritur Kristinën. Kristina që ka ngrenë trafik. Erdhi Kristina. Përshëndetje, Sara. Mirë, si e ti? Mirë, si e ke kaluar? Mirë, shumë mirë. Në çfarë je duke marrë aktualisht? Momentalisht jam duke u përgatitur sepse kam firmosur një kontratë jashtë vendit edhe po përgatitem shtiki. Suksese. Faleminderit. Kam pas pasion, se kështu niset si fillim, si pasion. Kam nisur diku 16-17 vjeç. Jam përkushtuar shumë, jam marrë me të, si të thuash, nuk është se kam lënë bazdore. E ka pasur si primare, gjithashtu edhe shkollën. Momentalisht jam marrë vetëm këtu, kam dalë shumë pak jashtë vendit, duke qenë se kam qenë në shkollë me studim, tani mbarova bachelorin, dhe vendosja që ta ndjek më tej të dal jashtë Shqipërisë. Kështu aplikova në disa agjenci dhe më ka pranuar një agjenci në Azi që do ikë së shpejti. Shumë bukur. Realisht më bëhet shumë qefi sepse kur ke pasion për diçka edhe ndjek, sidomos kur lëviz jashtë Shqipërisë, që mirë ose keq, këtu nuk është një profesion mërfill. Për paktën jashtë është diçka që gocat edhe meshkujt që janë model jetojnë nëpër këtë profesione. Po, normal. Këtu nuk ka të ardhme si profesion, sepse është një profesion që nuk është të premton gjithë jetën. Është një profesion që ka një limit deri në një moshë të caktuar, nëse ti përkushtohesh qoftë me linja trupore, qoftë me imazhin tënd, për kujdesesh, maksimumi mund të shkosh deri në 35. Okej, nuk po krahasohemi me Naomi Campbell apo që nuk ekziston mosha. Okej, por që unë jam përkushtuar dhe e kam ndjekur si punë, jo thjesht për tek, edhe ka goca që i futen këtij dhe nuk e shohin si punë apo si profesion, thjesht e thënë hajt po bëj për qef, po bëj disa foto, po bëj një reklam dhe e lën. Ka shumë goca të cilat janë realisht shumë të bukura, kanë linje trupore, gjatësinë, por pjesa e modeles është diçka më shumë. Duhet ta ndjesh kur nxjerr një foto që mund të jetë shumë e thjeshtë, edhe ti t'i japësh emocion. Duhet të shpresh, po, është e vërtet. Ka vajza që mund të jenë shumë bukura, mund të kenë gjitha, por nuk kanë shprehi. Duhet si thua, të japësh një gjendje. Është një foto e caktuar që ti duhet të shprehësh, që një person kur ta shohë të ketë çfarë të shohë tek ajo foto. Mund të jetë shumë e thjeshtë, tamam, ti mund mos kesh vënë make-up, mund të kesh një veshje shumë thjeshtë, por duhet që diçka që ta lidhi personin me ty, që ta pëlqejë foton dhe ta shohë. Kjo është ajo që shpreh imazhi, modelja, gjitha. Foto provokuese, për shembull nudo, ke bërë ti ndonjëherë? Provokuese. Më ka rasti që të bëj me ligjëri, me të brendshme, por prapë edhe aty se kam gjetur vetë, kam qenë duke qeshur, ndërkohë që fotografi më thoshte bëj çiksi seksi, ashtu të dalësh, po mirë, më pëlqen të qesh. Okej, Kristina, ti nuk je për këtë foto. Domethënë, kam bërë shumë pak, por që nuk e shoh veten dhe nuk është janë stilin tim, nuk i pëlqej. Ti do pranoje fotonudo? Se tani
Normal. Mirë se keq është pjesa e profesionit, po. Këtu në Shqipëri, jo. Ndoshta është edhe kjo që akoma ne këtu nuk do e them që jemi bravo, po akoma nuk arrim të konceptojmë edhe fotot nude, sepse realisht fotot nude janë shumë artistike. Edhe ndoshta ndikon edhe kjo gjëja këtu që do parajgjikohet. Është pjesë e profesionit, po parajgjikohet shumë. Shumë parajgjikohet. Ti mund dalësh me të brendshme dhe prap parajgjikohet dhe thotu si doli ajo ashtu. Njerëzit afërmit që më pyesin shumë dhe prandaj thash në Shqipëri nuk bëhet fjalë. Tamam, nudo është art, të dish të bësh një nudo të bukur, domethënë unë mendoj se njëri që e kupton nuk thot uf sa vulgare, thot wow sa e bukur. Don shpreh linjat e një femre që është simboli i këtyun, është diçka shumë e bukur, po. Çfarë pretendime për shembull ke ti nga një fotograf? Që të thuash, për shembull të lëviz nga seti dhe të thuash, okay, ishte një person shumë profesionist. Më pëlqen kur fotografi më thot se çfarë duhet të bëj. Modelja ka pjesën e vet që duhet pozoj, duhet japi, por edhe fotografi ka, si thon, ndoshta në një moment mund ta mbaj dorën keq, mund të kem flokun keq, s'mund që se ka mirë dhe më pëlqen që fotografi të thot Kristin rregulloj pak flokun, jo dorën mos e mbaj kështu, është bashkëpunimi që ka fotografi me modelin. Dhe kjo është shumë e mirë. Këtë e vlerësoj shumë domethënë. Ti ke mbaroj universitetin, është diçka shumë e rëndësishme sepse shumë goca e lënë pas dore. Po, është e vërtet. Vazhdova universitetin dhe thash, okay, jam në kohë, mund ta bëj universitetin, ndërkohë në Shqipëri merrem dhe pastaj mund të vazhdoj jashtë. E kam parë si primar, si thua, sepse thash që nuk është se më premton gjithë jetën ky profesion. Dhe unë kur të më mbaroj deri në limit sa mund të arrijë dhe sa mund të shkoj, pastaj do shoh diçka tjetër. Je një gotë shumë e bukur, të kam parajgjikuar për pjesën e inteligjencës tënde? Nuk se e kam djerë shumë, si thua, sepse gjithmonë njerëzit janë kështu, ama pak rëndësi ka se sa mëson. Mjafton që e bukur dhe ti e ke një profesion. Domethënë, kapen direkt mbas pjesës që ti e modele e ke një gjë, nuk është se do ngelesh pa gjë në jetë, e kupton? Edhe nuk e shohin fare ndërsa apo të më pyesin a mëson apo jo, domethënë kapen direkt te pamja apo te modelingu që unë jam marrë. Por nuk e kam djerë, si thua, të drejt për drejt, po nuk është se s'kam dëgjuar fjalë që më thonë nuk është se mëson shumë, apo njerëz që s'mund ta din fare a mësoj unë apo jo. Po thjesht. Ti ke qenë pjesë ndonjë agjencie këtu brenda? Po, kam qenë pjesë në fillim në 2 agjenci të ndryshme, me periudha shumë pak kam ndetur te të dyja dhe pastaj funksionoi, sepse ekzistojnë disa agjenci. Po, ekzistojnë, është e vërtet. Unë kam qenë shumë pak, thash, dhe pastaj kam, si thua, kam vetë menaxhuar veten gjithkohon, shumë pak. Cila ishte arsyeja që e le dhe vetë menaxhuar veten? Unë mendoj se këtu nuk janë një vend shumë i vogël, nëse ti interesohesh dhe do të bësh diçka me veten tënde, mund të krijosh një fytyrë shumë shpejt. Kjo ndodh, domethënë, agjencitë më kanë ndihmuar të krijoj kontaktet me njerëzit apo me profesionistët, dhe pastaj kam vazhduar vetë, kam ruajtur një marrëdhënie shumë të mirë me të gjithë dhe kjo më ka bërë që unë të vetë menaxhohem edhe të kem kontakte me të gjithë. Por tani mendoj se nuk e di, a ecin agjencitë këtu, sepse ka shumë pak punë. Përveç kësaj, ka shumë të rinj që përfitojnë shumë nga gocat që kanë. Po, edhe nuk japën edhe mjaftueshëm gocave. Po, këtu nuk ka vlerë, sepse këtu janë pagesat shumë pak. Dhe nëse një vajzë ose po marr një çmim, merr 200.000 lekë, agjencia mund të marrë 30-20%. Për çfarë mund t'i duhet as agjencisë as vajzës nuk hyn në punë ato lekë. Prandaj nuk mendoj se as agjencia as vetë modeli nuk e vlen që të ketë një agjenci apo edhe agjencia të menaxhit. Nëse duket vetë menaxhimi jote ka nxjerrë dikush më bukur. Po, unë mendoj se jam shumë mirë, jam ndjer shumë mirë që kur jam vetë menaxhuar, sepse pse thua kam bërë çfarë kam dashur unë dhe kam bërë ato punë që unë kam dashur t'i bëj. Se më ka ndodhur që me agjencitë nuk më kanë lejuar që t'i bëj. Më kanë thënë jo, nuk e vlen, nuk duhet shkosh këtu. Ndërkohë që unë me mendjen kam parë të arsyeshme për të shkuar, po okay, kam respektuar dhe nuk kam shkuar. Ndërsa tani, edhe nuk është se kam gabuar, si thua, edhe pse kam qenë vetëm, që s'kam pasur një dikë që të më japë një mendim më profesional. Sepse deri tani kam gabuar. Të paktën kështu mendoj. Nuk erdhëm kot këtu, sepse Kristina do realizosh një shooting bashkë me Piro. Ku është Piro? Okej. Hajde, Piro. Okej, Piro. Çfarë shooting do bëni sot?
Në flash ti? Kristina donte të bëni një shooting normal. Okej, çfarë është normale për Kristinë? Drejt. Kam qeshur shumë sepse para disa ditësh po kërkoj në Instagram dhe frymëzove dhe i them Piro dua një foto kështu. Edhe i çoj një vaj që ishte shumë thjesht, me flokët natyrale, gati e palyer dhe Piro, kështu? Po, i them, po kjo është më thjesht. I them, po kjo më pëlqen edhe më erdhi për qeshur se vetëm i çova foto dhe dua po foto kështu dhe nuk kuptohet si gjë se ishte një foto shumë e thjeshtë. Do ishte drejt. Edhe s'kishëm... Qa foto do me bëti? Ta që më tregon në element, po jo, ishte shumë e thjesht. Jo, është pike në fakt nga Piro, sepse zakonisht edhe unë kur të nis një foto, gjithmonë është kështu, këta e bëjmë? Po foto të thjesht kështu. Ideja që do të qëndrojmë thjeshtësisë, naturalitetit, epse unë jam allergjik me buzëkuqe sot e kështu. Po që gjithsesi, prapë thjesht do jem fotot. Do bëjmë çik lëvizje, do jem pak në lëvizje që të jetë çik më ndryshe, mos të jetë kështu drejt fare. Të bashkëpunoj çik, se Piro ka qefi çik këto në fotot pak më ndryshe. Po, pak më ndryshe. Si shkon bashkëpunimi? Mirë, shumë mirë. Sa tjetër do thojë, ke përpara. Shumë mirë. Po jo, shumë mirë, vërtet shumë mirë se Kristina nuk ka as problem lëkur. Fare, nuk kam pasur asnjë problem me lëkurë në rregullim të paktën, edhe në poza. I ka çik poza drejt, siç I ka qef. Po. Po ka këtë stilin e vet që. Po. Pastaj vazhdon pak më vonë. Përshtatemi pak me njëri tjetrin. Unë bëj ato çka që ka qef Piro dhe Piro ato çka kam qef unë. Derisa nxjerrim një gjë që është pak më ndryshe. Mesatar. Në fotot që keni bërë, që ishe shumë e lyer në një foto, në tjetër foto ishte shumë. Ai ishte pjesë në një video, ne kishim një ide që po me Blerti. Faleminderit Blerti se e ka qarë. Edhe duke për gjatë videos bënte disa foto që kanë dalë nice. Nuk ishte thjesht nice, është shumë të bukur. Ato foto ishin pjesë e videos, domethënë që mos ishte vetëm me video, ishte edhe me foto si projekt. Si projekt, po. Në përgjithësi dhe mirë dolën. Edhe nuk është të largojmë tani direktorin, pak të ndjekim shooting. Nëse nuk I keni bezdi. Jo, kënaqësi. Absolutisht. Ma vazhdoj. Rikthehemi për të fundit në Gossip TV për ditën e sotme. Mori fund për sot? Mori fund. Po Kristina sa e miqe është? Po, më pëlqen. Lezetshme, shumë ka karizmë te kjo. Çfarë tha do e vetë menaxhoi se çfarë gjë? Vetë menaxhoi veten. Ajo ka qenë në një agency në fillimet e saj, edhe normalisht në moshën e vogël që ka qenë, duhet një person më I madh me eksperiencë të tregoj si bëhen gjërat. Edhe pastaj kjo mori informacionet, mori kontakte dhe tha, "Di çfarë? E bëj vetë." E bëj vetë. E bëri shumë mirë në fakt, se është ndër modelet elitare të Shqipërisë. Unë këto njoh, është Adrola Dushi, Kristina Bakiu, edhe kush është tjetër? Kush është tjetër? Jessica Berberi është shumë e bukur. Kto janë ska modele që janë realisht modele. Bukur shumë, mirë. Ju urojmë fat Kristinës në rrugtimin e saj, me siguri është shumë I gjatë, shumë I bukur. Gjithë mirat. Dhe neve do ta mbyllim edhe për sot. Ne do mbyllim me plot pozitivitet. Sigurisht. Duhet. Okej, mirë. Mund ta ndiqni ju që humbët emisionin e ditës së sotme në Instagram, në YouTube, në Facebook, në retransmetim ditën e diel. InTV Albania është emri I çfarë lloj faqe rrjeti social që juve do doni që na shikoni mua dhe Sarën, por jo vetëm, edhe gjithë InTV-n. Kështu që I themi një mirëpafshim. Mirëpafshim. Plot dashuri. Një natë sa më të këndshme, shijoni jetën. Po. E shtriuni krevat dhe bëni gjërat tuaja. Po, gatuani. Ciao.